kemi shtyë, kemi hingar. Populli s'ke gati me na votu. S'është faji tyne, du të me i bind. Po nuk ka kur gjë të shpejt. Kjo ideja që qëtarë se që kur të e bonit, ja bëjmë një 3 aksione, nuk është të i funksionu. Na jemi konsistent. Kemi mi bo aksionet, kami na qu prapë në bërgë. Kemi mi bo krejt. Apo një san rrugës nga ka dalë që unë se kam parashiku, ajo është që opozita nuk ekziston. Nuk munda me pështu këtë opozit. Nështë PSD-ja nuk mundet me bo partin për veti, po PSD-ja ka rrezik që mundet me pështu një opozit e cila nuk është opozit. Nuk është detyra jonë, ajo është detyra atyne. Unë aq sa du me bind votuesin e LDK-s. Ti thua që duhet krijohet një vetëvendosje e re për ta mundur vetëvendosjen aktuale? Jo, domosdoshmërisht. Ose një Albin Kurti i ri për ta mundur Albin Kurti? Jo, domosdoshmërisht. Zakonisht ka ndodhur që shumësia e organizimeve i ka rrëzu pushtetet autoritare. Ky është rregulli. Por ajo që unë s'kam hapësirë më është me kalu pe Enver Hoxhës të Bedrihan të Memli, pe Memli të Bedriu, pe Bedriu të Urani, edhe me shpresu që po ndodh diçka është budallaki. Pe atje me bo Lumirin, pe Abdullahit Lumirin, e tani Vjosën që e patën tash Barcës, që ashtu udhëheqëse procesit elektoral, e tani dashtën këtë përpajrim Ramen, e tani prapa vetë Vjosën. Këtë rrugë du të me mbyll. Kjo nuk ekziston. Qështë ekziston edhe reforma në AK. Nuk është rezultati i AK-s reforma. Nëse s'ka bëj, ka marrë pak ma pak vota, 500 ose 1000 vota, dhe ma pak se sa ka marrë me Ramushin, Aleancë.